Mirëmëngjes nga delegacioni Sunny Hill 2026. Jemi në Prishtinë! Është ora 9 e mëngjesit dhe në grupi që tashmë jemi bërë 2, jemi në hyrje të Prishtinës. Dy tjerë kemi qëllu turista. Fiks. Rion e kemi lënë në një hotel në Tiranë. Spa. Daydream. Kështu me zemër të syrë se nuk kemi mësuar dhe gjithkohës jemi kush Rio, çfarë po bën Rio dhe jemi e kuptuat, kush ka qenë në kupton, ose mase, ose çfarë do lloj kafshë tjetër. Në shok mëzitë të tash. Po mirë më, shumë mirë. Po tani gjetë është. Vallai do të kam lënë tash. Ka një që mbajnë dhe lepur në shtëpi, ndërsa Baton e kemi lënë për herë të parë në histori në Gjakov. Kemi lënë me prindrit e Hekrit, me motrat e Hekrit, me një përmbese, janë mbledhur gjithë sepse është bërë kështu ngjarje historike. Baton 10 veta. Po. I kam përgatitur një valizhe Batos me gjitha gjërat që për këto 3 ditë, i kam çuar lodra, ushqim, por ndërkohë jam pak në siklet sepse unë mund ta kem lënë 2 herë, 3 herë ndoshta. Kur i kemi lënë? Kur kemi qenë në Sunny Hill vjet dhe kur kam qenë në Milano për ditëlindjen time, kështu që numërohen në gishta herët që kam lënë Baton te mami. Por këtë herë mami është në Itali me Markon, sepse Marko është duke bërë disa trajtime për një problem shëndetësor që ka dhe për këtë nuk na keni parë si vjet në fshat, nuk keni parë vlogje jeta në fshat sepse nuk kemi qenë fare. Edhe mami ka qenë kryesisht andej, tani që kam marrë dhe pushimet dhe do kthehet besoj nga fundi i gushtit në jemi i shtatorit. E thënë kjo, unë po shoqëroj Hekrin tek zyra. Do shkojmë, do ndalojmë të marrim diçka për të ngrënë dhe pastaj do lë Hekrin te zyra dhe unë besoj do t'i drejtohem një nga qendrave tregtare sepse është shumë herët për të bërë check-in. Dhe do shoh sepse nuk është se kam marrë, domethënë gjëra kam marrë, por nuk e kam idenë se çfarë do vesh në këtë Sunny Hill. Sa po lash Hekrin dhe erdha në Prishtinë mall. Tani të mbaj mend, jam tek parkimi F4, po e regjistroj këtu mos ta harroj. Dhe piva një cappuccino me kolegët e Hekrit, ishte shumë fan se po flisnim pak për festivalet, për ndejat, siç e thuan këtu dhe siç i thojnë këtu. Dhe tani sapo hyra, Prishtina mall do shohem nëse gjej ndonjë gjë, mamin porositi për një palë sandale këtu sepse ka shumë dyqane me sandale lëkur, këpucë lëkur që nuk kushtojnë shumë dhe faktikisht ja vlen se përveç faktit që janë gjëra 30% më lirë se në Tiranë, është dhe kjo diferenca euro-lek që të bën që të fitosh pak më shumë, të kesh pak buxhet më të madh. Dhe wow, bën një vit që nuk vi këtu, ndoshta pak më shumë. Gjëra që më ka pëlqyer shumë këtu gjithmonë Prishtina mall është Zara sepse është shumë e madhe dhe ka shumë hapësirë dhe bën shopping rehat, se në Tiranë nuk shkoj dot, mbesdisem gjithkohës, mërzitem madje. Okej, gjeta ca gjëra Hekrit, mora një çantë, duket si shumë, po 3 gjëra janë. Dhe tani kalova tek sektori im, kam shumë kohë pa ardhur te Zara, dhe të shohim çfarë ka, po kërkoj disa gjëra bazike. Kjo që ka shumë bukur. Shikoni. Pak e rrudhosur, e kam shumë bezikur rrudhosen çantat. Okej, ja ku jemi tek apartamenti finally, më në fund. Dhe që ka shumë cute dhe i bukur dhe për të bërë foto dhe video. Tani këtu është hyrja, saloni. Shikoni, me një kuzhinë të vogël. Këtu kemi një dhomë tjetër shumë cute. Ja. Dhe pastaj banjo. Dhe dhoma tjetër.
Është lëku për sot. Shikojnë make-upin. Dhe kam kapur flokët gjë që s'ka bërë vaki. Shikojni. Nuk e dia duket mirë se nuk ka shumë dritë tani. Dhe përfitoj nga rasti t'ju tregoja gjërat që mora tek Zara. Dhe jo vetëm, flas për gjërat e mia. E nisim me këtë. Kjo është si e trikotuar dhe shikoni çmimin 5 euro. Madje ma pa një zonjë dhe më ca ku e ke Martha se dua. Ndër të pakta gjëra të reja që mora, këtë do ta vesh sot dhe kushton të 20 euro dhe ka komplet kurrizin hapur dhe do e kuptoni për pak pse. Pastaj këtë e mora tek Stradivarius, një top i thjesht i bardh për të veshur everyday me gjëra të thjeshta. Një gjë tjetër që mora 5 euro tek Zara është kjo këtu. E kanë bërë pak pis dhe duhet ta laj, sigurisht. Pastaj u surprizova sepse gjeta dhe këtë. Shihni sa e bukur. Ka një cep, unë e mora ndoshta për ta veshur me pantallona. Ka kurrizin pak më të hapur nga mbrapa, nga para, ngjyra më shkon të shumë. Dhe këtë e mora 12 euro. Pastaj gjeta këtë t-shirtin tek HM-ja, është tek koleksioni i ri, kështu që blijeni sepse duket shumë bukur, shumë rich. Mua nuk më shkojnë shumë t-shirtet, por kjo ishte 12 euro dhe rinte shumë bukur, kishte mëngët pak më të gjata që vinin këtu, supet më over dhe me këtë të kapjen këtu rinte shumë bukur. Thash perfekte për të veshur dhe në çdo ditë. Dhe nuk e di sa bukur duket, por më ka dritë. Mora dhe këtu pantallonat, këto ishin 9 euro, janë navy blue me këtë vizën si ngjyra e kësaj kanatiere dhe faktikisht i kombinova bashk, madje vendosa dhe këtë rripin e lëkurës, që edhe këto e mora me ulje. Kur gjej kështu gjërash lëkure, aksesori marr sepse nuk kam ndërmend ta blej këtë 50 euro, por 7 euro sigurisht që po, kështu që mora dhe këtë tjetrin dhe duken shumë bukur. Dhe stiloj dhe ndryshojnë pak edhe këto. Shikojnë sa bukura, janë kështu si ear cuff. Dhe isha shumë kurioze, pash dhe shumë aksesorë të tjerë shumë bukur, por nuk i bleva sepse nuk është se shkova për këtë gjë dhe nuk doja të harxoj shumë lek, por më pëlqyen shumë të dori kthehen. Dhe këto xhinse që i mora për hekrin, po i binin shumë vogla. Dhe mbienin mua kështu si over, si baggy, dhe tha hekrin mbaj për vete. Këto i mora tek HM-ja, 9 euro. Dhe janë blu, po kanë këtë si efekt. Unë i them pak, nuk e di, si jeshil mbi të. Dhe ishin realisht shumë të bukura. Okej, tani le të vazhdojmë bëmi gati, sepse po na lajmëron grupi që kemi qenë gati çdo vit që ka shumë trafik sot. Okej, kam vendosur të bëj një gjë crazy. Kështu që do vesh të fundin. Që fundi ishte në dollapin tim. Dhe tani e kuptoni pse kam vendosur këtë bluzën, do shohim se deri rezultati final. Këtë kam blerë në një faqe, kjo është një brand që shitet tek ASOS, Arrange, dhe ka gjithë këto produktet e veçanta. Faktikisht kjo kushton, më duket diku tek 160 euro, por unë e kam blerë 30 euro tek kjo faqja Miss Cherry këtu. Dhe okej. Tani shohim, nuk di. Do shohim nëse do bëj një budallëk. Ja, miq, kemi gjysmore që jemi këtu në trafik dhe kemi marrë diçka për të ngrënë në drive-in. Sepse hekri filloi të ndihej. Okej. Pim dhe Red Bull dhe jemi gati, ndërkohë Bato është në i qiell të 7 sepse kishte bler lodër dhe po hecte dhe akoma s'kishte fjet dhe ishte kështu duke luajtur. Happy. Tani është duke filluar dhurata Dora në orën 10, më duket. Jo, fillon në orën 9, nëse zgaboj ora është 9:30, okej. Dhe në orën 10:30 është Katy Perry, kështu që kemi dhe një orë kohë, urojmë, besoj një pjesë mirë të rrugës e kemi bërë, kështu që besoj e gjysmore, arrim, po ndoshta. Dhe kështu,
shumë njerëz, shumë trafik, por jemi happy, na bëri mirë, fjetëm një orë paka shumë se isha aq e lodhur, aq e kputur, se sado që kishim ardhur herët, po hekishtem punë, unë sa dola, bëra një xhiro që pash. Pastaj këto javë, jam marrë me shpinë, jam marrë me gjëra si gjithmonë. Dini ju mamat që punojmë, që vërim me fëmijën, që vërim me të gjitha. Gjithsesi, ne shkojmë të kërcejmë, të kënaqemi. Ndërkohë grupi po mblidhet dhe do shihemi në festival. Jemi akoma këtu, ora është 10, kemi dhe gjysmë kohë që të arrijmë hapjen e Katy Perry. Këtë vit kanë bërë një gjë të re, kanë krijuar një aplikacion ku mund të fusni lekët aty dhe të blini, që është shumë praktik sepse nuk ke nevojë të mbash radhë atje kur shkon në festival. Ne nuk kemi marrë akoma bizylyqet, kështu që do mbajmë pak radhë, por vitet e tjera nuk ka qenë shumë radhë. Le të shpresojmë që edhe këtë vit tek pjesa bizylyqeve flas mos të ketë shumë radhë. Fritet që këtë vit do ketë shumë pjesëmarrës, ishte pothuajse sold out gjithë festivali. Edhe ishte viti I parë që tregonin që ishin sold out, kështu që do shohim, do t'ju tregoj për shtypjet e këtij edicioni. Sa po parkuam, është ora 10:01 dhe kur afroheni te kjo Mas Avenue, dijeni që jeni afër, kështu që mund filloni të parkoni. Por keni parasysh që këtu është 10 euro parkimi, më poshtë është 5 euro, ose pastaj mund ta lini edhe nëpër rrugë, po atë e dini ju. Gjysmore, arritëm të futemi dhe tani po shkojmë se Katy Perry ka nisur dhe shohim se çfarë do këndoj tani, se ta këngë famshme po I dëgjoja nga atje. Gotta build it up slowly. Let's go. Down. Six-year-old. So thank you so much for bringing me back after that water bottle moment. The Sunny Hill Festival, for bringing me out here for the very first time. I know you guys have come from all over. Where are my friends from Turkey? I love you so much. Where are my friends from Albania? And Kosovo. Ukraine! We love you! All of my friends, I just want to say thank you. What is that? You just got engaged? Right now? Hold on, what is your name? Wait, shh, we have an engagement here. What's your name? Bayram. Bayram? And where are you from? Where are you from? Turkey. Turkey! And what's your name? Hazan. And you said yes? Where is this camera? Look at this. Look at this, right here at Sunny Hill Festival, we've got our first engagement. Congratulations to you two. Thank you for coming to my show and waiting all this time. I just want to hold your hands. I want to meet you and say thank you. Where are you from? Turkey. Where are you from? Turkey. Turkey. Where are you from? Turkey. Where are you from? Turkey. Turkey. Where are you from? Germany.
What's your name? Era. Era? Huh? What's your name? Era. Era. And where are you from? I'm Albanian. How old are you? 10 years old. I love you too. Have you been waiting a long time for the show tonight? Listen. Hold on. What's your favorite song? My favorite song is Dark Horse. How do you feel about Roar? Really? Is the song that introduced me to you? Yes. Roar is a song that introduced me to you. Roar is a song that introduced me to you. My 10-year-old sweetheart from Albania. Do you want to sing this song together? Alright, hold on. Space. Just gonna move some of these. And I'm gonna come right here. Hold on 1 second, she has something to tell everyone. Hold on, 1 second. Quiet, shh, she's only 10. This is my birthday gift. Thank you for my mom for coming here. Well, I hope this is the best birthday gift ever. And for my birthday gift to you, I want to sing Roar with you, okay? Ready? I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly. Morëm për të ngrënë sepse dihet si gjithmonë. Tani pijet vazhdojnë të jenë akoma lirë, si çdo vit, nuk ka ndryshuar. Ushqimi është më i organizuar edhe se vitin që shkoj. Miq, unë dhe Hekri dezertuam, është ora 2:30 dhe vendosëm t'ikim. Tani, mendova kisha shumë pritshmëri për Katy Perry. Paktën kur këndoi këngën e fundit Fireworks, mendova që do shpërthenin fikshek zjarret, gjërat, siç ka ndodhur çdo vit, por jo. Ajo hodhi si tip shkume tek njerëzit dhe kaq edhe iku, dhe me këtë festival sot mbylli dhe turin e saj në Europë dhe tha ika me pushime. Prandaj ishte edhe ajo veshja e saj në atë mënyrë. Ndërsa DJ tani është pak komercial në krahasim me DJ-t që zakonisht sjellin këtu, sepse sigurisht në Prishtinë dëgjojnë shumë muzikë elektronike. Dhe unë nuk jam e fare eksperte, po e them që tani. Por që ky DJ dukej sigurisht në një beach club në Mykonos, Ibiza, kështu gjërash. Mirë, le t'i drejtojmë në shtëpi tani se do duhet një orë derisa të arrijmë në shtëpi. Nga një luanesh që sapo është larë dhe sapo bëri mëngjes mbasi piu ilaçet e tiroides.
më ka ikur pak zëri, se sigurisht kam kënduar dhe kam bërë morëm pak uaj, harrova emrin. Morën telefon batun, morën telefon mamin, morën telefon vllajin, pak ajram, pak si byrek, kështu kripur, se në sa herë ke dëshirë për të ëmbël thash. No. Nuk është se kam pirë, se s'kam pirë fare, kam pirë një Pepsi dhe ato Red Bullin që pim rrugës. Po, kaq, nuk kam pirë asgjë tjetër. Dhe por nuk ndjesha fare mirë nga stomaku. Sapo kam larë flokët dhe jam tharë vetë dhe tani do fillojmë bëhemi gati që të bëjmë një gjë në qytet përpara se pastaj të kthehemi, të pushojmë të pak edhe të shkojmë për natën e dytë në Sunny Hill Festival. Jam çuar që domethënë kemi arritur në shtëpinë orën 4, keni parasysh që për të shkuar bëm 2 orë dje dhe ka qenë ndër gjithë vitet që kemi shkuar ka qenë ajo që kemi bërë më shumë. Domethënë nuk e di a kishte shumë njerëz, nuk di ta shpjegoj. Do e kuptojmë edhe sot, kurse për të kthyer zakonisht bëjmë 1 orë, kështu që ne dolëm atje nga ora 2 pa i çerek, 3 pa çerek dhe kemi arritur diku tek ora 3:30. 4 pa 1 çerek, kështu sa fjetëm, por sigurisht në orën 8:30 më hapën sytë se jemi mësuar që më shumë herët. Bata ndërkohë ishte duke vaditur kopshtin dhe kishte shkuar pastaj me mamin e Hekrit tek shoqja e ngushtë e mamit Hekrit për të bërë samuna, ka marrë lodra, domethënë nuk po i mungojmë fare me pak fjalë, mendova se do ndjente mungesën tonë, isha shumë siklet, erdhëm këtu dhe lash në Gjakov, por shkojnë gjë shumë mirë deri tani. Dhe kështu, ky fundi ka qenë një sukses. Nuk e prisja kaq shumë, por jam shumë happy, ndërsa llomi që jam bërë çizmet nga plurat atje. Edhe kjo faktikisht është popular, po do ta çojmë pas trim kimik. Tani, i lëm llafet dhe le të fillojmë bëjmë pak gati dhe të dalim për një brunch drek, se le të themi mëngjesin e hëngrëm. Shpejt, ndërkohë që Ekri ka dalë se duhet të kryente një punë dhe ndërkohë që e presum bënga. Bëra gati. Është e parë që vendos këto verset e gjata, ma keni parë dhe në Malta që vendosja 2-3. Kam gjetur thjesht. Do hedh dhe pak parfum Rose d'Aurore nga Ada Herbs dhe kjo është gati në mbarim. Ekri nuk ka ardhur akoma. Fanta. Ora këtë më ka marrë ta thyej pak bardhezin me që kam vendosur dhe këtë elementin. Po t'i kam lënë thjesht të thahen. Funny thing i këtij apartamenti është që ndodhet tek lagja që kemi jetuar. Na nda një rrugicë nga ana tjetër, nga tregtia dhe unë kisha zgjedhur një apartament tjetër, por zonja që e kishte më kontaktoi dhe më tha që i kishte ndodhur një papritur dhe nuk mund të ta jepte. Unë u bëra me nerva se thash ti po e bën Kastilje sepse do ketë Sunny Hillin dhe do ta japësh më shtrenjtë, por realisht kishte një situatë familjare dhe na propozoi këtë apartamenti tjetër që është në të njëjtin stil si ai. Dhe domethënë ishte shumë korrekte, pavarësisht se unë mendova keq në fillim, nga që po japin shumë shtrenjtë gjatë Sunny Hillit. Apartamenti është shumë i lezetshëm, vetëm edhe një gjë që nuk më pëlqen është që kush ka qenë këtu si ne, Airbnb, do ketë pirë duhan brenda sepse ka ngelur pak aroma dhe njerëz respektoni rregullat e Airbnb se jo të gjithë pim duhan. Okej, ja ku erdhi dhe Hekri. Heker. Ti gjithmonë kush është? Kush është mëra? Shumë mirë, ashtu bëje punën. Mbështete gruan. Ta rrim 10k, do ja rrim deri në fund vitit ndoshta. Gati 7k. 3k çike. Asgjë s'janë, ke parasysh buk me djathtë. Mirë, pra le të shkojmë pimi kafe dhe të kalojmë pak orë dhe të vinë flem pastaj se do bëjmë gati për sot, se ndoshta sot të rrim pak më vonë. Shohim, se kështu themi çdo herë ne. Kush ka qenë këtu gjatë kohës që unë bëra vlogje në këto kodrat e rrugës C? Kush ka qenë këtu të më komentoj? Dhe kush është për herë parë të vlogun bëj follow sigurisht, por që jemi lagjën e vjetër që do jetë forever lagja ime e preferuar këtu. Edhe kështu. Përshëndes gjithë komshinjt, by the way.
Ja këtu blinin bukën, nuk e di çka ka ndodhur, më duket se shmë. Por edhe këtu kanë ndryshuar sigurisht di gjërat. Sepse situata ekonomike në gjithë botën aktualisht është ajo që është, kështu që sidomos vendet e vogla ndikon shumë. Dhe kaq, tani le t'i drejtohemi Lakrishtes, zonës së re që është krijuar, që kemi qenë gjithmonë sa rivim këtu. Më kërcëlloj një nga ju në Instagram MatiseX të shohim. Unë kam pas shkuar ndonjëherë te Matiseja në kohën kur jetoja këtu, nuk është se ka qenë ndër vendet e mia të preferuara, por ajo zona është full me bare, me kafiça, siç thuhet këtu, dhe me vende për brunch, kështu që nëse s'na pëlqen maksimumi ndrojmë. Por interiori dukej shumë interesant, siç po e bëjnë tani gjithë me inox, që është trend. Do jetë trend, besoj, ndonjë vit pastaj do e ndrojnë sërish interiorin. Kjo puna e trendeve dhe bizneseve është pak problem, sepse interiorët kushtojnë shumë dhe në momentin që ti investon për një interior që është trend dhe pastaj mbas 3-4 vitesh ikën trendi, duhet të bësh sërish interiorin. Bëni brand. Bëni branded. Mos u fokusoni tek trendet. Bëni brandet që të rezistoni trendeve dhe të krijoni histori dhe të krijoni identitet dhe njerëzit t'ju mbajnë mend për atë që jeni realisht, jo thjesht një trend që kalon. Këtë gjë unë t'ja u them edhe me rrobat, kështu që shkuam, hëngëm diçka dhe pim tek MatiseX që ishte aty te Seven Sundays, që kemi qenë vjet fix për Sunny Hill dhe që doja ta provoja. Çfarë do të thotë fakti kur një biznes ka review, sepse ishin duke mbajtur rrallë njerëzit, kryesisht turista ose nga këto shqiptarët që jetojnë jashtë Shatsi, dhe unë po e them këtu, dhe po mbanin rrallë. Dhe atë po e thosha hekët që okay, nice është, por nuk është ndonjë vend wow që ti të thuash të mbash rrallë, ose fakti është nga që kemi provuar shumë vende dhe tani një vend që t'na bëj vërtet impresion, t'na lej përshtypje, t'na lej vërtet përshtypje është, nuk e di. Edhe kjo MatiseX, çfarë më bëri përshtypje ishte fakti që kushtonte pak, ne kemi marrë 2 ujë, 2 ëmbëlsira, domethënë brumra, hekër mor një croissant, unë mora një cinnamon rolls, një cappuccino, një kafe, 7 euro, po të kishim qenë në Tiranë do kishim paguar minimum 50.000 lek, diku tek 500-600 euro, pse po e them për... Po e thash. Dhe çmimi më bëri shumë përshtypje. Nëse do flas për kafen, kafe ishte e mirë. Nëse do flas për ëmbëlsirat, ëmbëlsirat ishin të mira, brumrat më saktë, por nuk ishin wow, nuk ishte cinnamon roll si më mirë që kisha ngrënë. Mungonte salca e bardhë si për cinnamonit, që t'ishte pak më e ngrohtë. Pra ishin disa detaje që mungonin, pavarësisht se aktualisht është një vend in sapo i hapur. Dhe këtë doja të thoja edhe për Seven Sundays, që është realisht i lezetshëm ambienti, ushqimi, çmimet, por sërish janë disa detaje të vogla që në fund them, a ja vlen vërtet të mbash aq shumë rrallë, apo vendet e tjera në Prishtinë janë mbyllur sot, se kështu kanë zakon këtu në Pulja. Në mall, sepse di kur isha në Prishtinë mall i çova disa foto mamit për një fal sandale dhe sot do t'i çoj disa foto të tjera. Li thash e këtë shkojmë në Albi Mall shpejt dhe pastaj të shkojmë në shtëpi ku shojmë parë. Që po bëra gati për sot. Kam zgjedhur një look total black. Dhe kam bërë flokët me këtë efektin wet, por syt i kam shumë të lyer. Dhe kam përdorur këtë produktin e ri që gjeta te Rosmani këtu tek Marhem Feza. Nëse e gjeni merreni këtë, shikojeni në kontrast të dritës sa bukur duket dhe ka vendosur pak edhe tek buzët. Dhe më pas kam aplikuar këtë nga Essence të dyja, Lip Oil. Kjo ishte kodi Pink Champagne 03 dhe janë shumë të bukura të dyja, kushtojnë pak, ja vlen blini. Dhe kështu, që se ti ka marrë Optika ku punoj, Optika Premium. Dhe ky është looku për këtë dark.
Tikim tani të shohim sa orë dërim trafik. Kemi bërë rreth 1 orë e 1 çerek për të ardhur. Tani të shohim se sa do na bëjë që të futemi brenda, sepse teorikisht do të futemi më shpejt sot. Është ora 8. Sot jemi 2 orë e gjysmë më herët. Por shpresoj nesër të vi ditën pak që të shohim pak dhe si duket i. Mes plerash dhe ndark. Maja full shorts se bëjnë edhe me kamping. Po mirë e ke atë të fillojnë dalin njerëzit me brek atje. Bëjnë një piscinë të madhe. Summer park. 24 orë parsi. Po kënëm rrugës. Ma e të po t'le sta undan kodrat as tu as në Tiranë. I doleti nga banjo me kënu semaforin. Okej, ka një flamingo dhe këtu në Sunny Hill. Përveç kësajt ka një fush me lule dielli në hyrje, por do të vim pak më shpejt që të shikojmë gjitha gjërat. Ndërkohë, çdo darkë lëm një vend ku do takojmë me Hekrën në rast se humbim njëri tjetrin dhe sot e lam te Flamingo. I've been fired to cross. So I managed to shit as I'm big and went from Henny to sipping on bourbon. I was switched to a different Play you over the next hour and a bit. Yeah. I'm gonna slow things right down, you and I. That'll be good. It's Saturday night. Woo! Yeah! We love Saturday night. Fucking lovely. How's everyone doing at the back? A lot of people in the middle clearly don't know where the back is, but I mean right up the back. How's everyone right up the back? There you are. Fuck. Quite far away. Too far away, I would say. I wouldn't have come. But oh yeah, it's gonna be good. I'm gonna have a nice time with you all. My first time here, so hopefully, I'm hoping it's one to remember. I'm sure it will be. Yeah, it's lovely to be here. Lovely to be back. Oh, a lot of smoke. I feel like the Undertaker. But yeah, it's nice to be back here playing for everybody. I don't have anything else to say. This song's for everyone here. Honest knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Hello miq. Nga dita e fundit për këtë Sunny Hill, sot kemi qëndruar në shtëpi, sesa dje nuk arrija do të flija, si që thash, dhe isha me 3 orë gjumë, dhe sot u zgjoha që në 8, imagjinoni. Dhe thash Hekrit më mirë në shtëpi, bëra një dush, dhe nga dreka u mundova të flija prap, edhe pse ishte ai gjumi, ai Hekër, edhe pse ishte ai gjumi që duket sikur je zgjuar. Dhe by the way, sot kam bërë një rreth. Sot I kam syt kështu. Sa bukur duket ndje. Wow, shumë bukur. Dhe kam veshur këtë fustanin që e kam bler thrifted në Elbasan, diku tek 3 euro. Dhe është Save the Queen. Kur e postova një video në social media, gjithë njerëzit më thonë, "Wow, ke gjetë Save the Queen. Wow, wow, wow." Dhe thash, "Okay, Hekër, po e vesh sot, se është pak më playful dhe thash mund t'jetë okay, nice për natën e fundit." Dje kemi më larguar në orën 3 sërish. Dëgjuam pak
pausa, nuk e di si thuhet tamam, ne talleshim dje me Hekrin me njëri tjetrin pasha se nuk dinim t'ja shqiptonim, po që është ky DJ i famshëm londinez që bën këtë muzikën pak groove, old style, po të njëjtën kohë techno, nuk di si za quaj tjetër. Vibe ishte shumë i bukur, po dje kishte literalisht aq shumë njerëz dhe aq shumë sa njerëzit kalonin kështu si trena, si me qenë nga ato festat në përpushime dhe ishte pamundur të kërcej, ishte pamundur të rrije aty tek turma, pavarësisht se atmosfera ishte shumë e bukur. Por me sa shoh Sunny Hill këtë vit ishte sold out plotësisht dhe dukej dje, realisht dukej. Duke patur parasysh që edhe shumë njerëz u larguan, por kishte shumë. Kështu që dje ishim me një mendje a të riktheheshim sërish sot dhe madje po mendonim që të shkonim Gjakov te Bato, edhe pse Bato nuk na ka kërkuar fare, është duke jetuar jetën me gjyshurit dhe kushurinjt edhe hallat edhe axhen edhe çdo gjë tjetër, ato sigurisht po e llastojnë dhe ai po e shfrytëzon këtë gjë dhe s'na ka kërkuar fare. Sot mami dhe babi janë në punë, ndërkohë kur shohin një ditë këtë vlogun do na shaj se thotë ju pas keni qenë në Sunny Hill. Por që nuk na ka kërku fare dhe ne po e kërkojmë, ne po flasim gjithkohës për të, na ka marrë malli për të, po nejse. Jemi duke u drejtuar Soju, që është një vend me street style korean, nëse nuk gaboj. Kisha shumë kohë që doja ta provoja, nuk kam arritur ta provoj asnjëherë dhe po vendosim të shkojmë të hajmë përpara se të drejtohemi Sunny Hillit, sepse atje ka shumë rrallë dhe okej, ushqimi mirë, po nuk është se jemi shumë fan të gjërave që kam propozuar. Vendi që ka shumë cool dhe vetë që nuk ka në Tiranë një gjë të tillë. Dhe tani jemi duke zgjedhur pak, se unë nuk kam ngrënë ndonjëherë kështu gjërash. Sot kemi ardhur më herët, domethënë nuk është se ishte e qëllimshme, nga që mendova se me faktin që shkuam të ham, do vine më vonë, dhe i thash Hekrit historikisht të dielën vim herët. Historikisht nuk e di çfarë është e diela, por ja ku jemi. Dhe inshallah nuk ka shumë rrallë tek hyrja, që na bëjnë kontrollet e sigurisë. Në këtë mënyrë do t'ju tregoj pak çfarë kam bërë të re si vjet, sepse ka disa gjëra të reja, ngrasim me videot e tjera të alestimit dhe hapësirës. Po i thoja Hekrit që për mendimin tim kjo është ora më e mirë për të ardhur, 7:30, ka pak diell, perëndim, dritë e bukur për të bërë foto, mund shihni pak gjithë si është organizuar ambienti. Se më herët është vap, më vonë pastaj ikën dritat dhe nëse ju pëlqejnë fotot, s'ka shumë fotot ndark me zi bëhen. Pas ka disa vende ku kanë ndjellur lyet dielli dhe duken shumë cute, shumë bukur, shumë ide lezetshme. Si vjet ka dhe më shumë vende për të ulur, që prapë është diçka tjetër pozitive, pavarësisht se nuk është se i gjen lira, sepse ka aq shumë njerëz sa. Tani jemi poshtë tendave dhe kjo hapësira është bërë